Nxirret nga liçeni i Shkopetit një tjetër makinë e cila ka qenë zhytur në thellësi të tij. Mësohet se mjeti është tip Renault në ngjyrë të zezë dhe pa targa. Në sallën operative të Komisariatit të Policisë së Matit ka ardhur një telefonat nga një kalimtar i rastit se në anë të liçenit të Shkopetit dallohej një automjet ku dyshohet se mund të ketë rënë si pasojë ndonjë aksidenti. Në vend ngjarje ka shkuar menjëherë grupi hetimor i Komisariatit të Policisë së Matit ku ka rezultuar se rreth 60 metra më lart vendit ku në muajin korrik u nxorën 3 automjete nga polumbarët e Reneas. Në breg të liçenit, në anë gjysmë mbuluar me ujë është konstatuar një automjet tip Renault Screen, tip i ri pa targa me ngjyrë të zezë. Nga kqyrja paraprakja e automjetit rezultoi se në brendësitë të automjetit nuk kishte njerëj, si dhe dyshohet se ky mjet është hedhur në liçen brenda harkut kohor 3-4 mujor. Gjithashtu, po nga kqyrja paraprakja e automjetit nuk është konstatuar ndonjë send i kundërligjshëm. Automjeti është nxjerrë në rrugë dhe do transportohet në Komisariatin e Policisë së Matit për veprime të mëtejshme, ndërkaq policia punon për sqarimin e plotë të rrethanave.